Të përshëndes. Përshëndetje të gjithëve. Në Shkodër, për çfarë arsye ndodhesh në Shkodër? Kemi ardhur në Shkodër për të përgatitur disa koktejla me birrën Tirana dhe me birrën Korça, por t'i bërë me shijuar diçka që dron nuk e provoni për ditë. Në fakt, për sa kohë është bërë këtë? Kam ka 6 vjet që merrem me pjesën e koktelëve, me pjesën e studimeve të gjithë produkteve. Si edhe sot jemi këtu, siç të thash më përpara, me koktelet që un kam krijuar me 2 birrat tona shqiptare. Po si ka nisur e gjitha kjo? Nisi siç nisin të gjithë gjërat e bukura, thamu për herë kështu kot në kot. Isha shkolla më dërgoi me një lokal shumë të vogël në Itali për të bërë eksperiencë pune. Atu filloi të më pëlqej puna me pjesën e eksperiencëve me klientin, me gjitha gjërat dhe thash pse mos të hyj këtij pasionit. Cilat janë disa nga koktejlet më të preferuara për ty, por njëkohësisht edhe për klientët? Tani unë punoj në Itali, të di me të thonë koktelet më shumë italian. Tani koktelet që preferon në Itali në pjesën e aperitivit janë Negroni, Americano, Aperol Spritz dhe Ugo Spritz. Janë këta katër koktelet që ecin më shumë. Dhe si po duket atmosfera në Shkodër dhe çfarë koktejlesh ke përgatitur sot për shkodrajt? Me të thonë drejtën, kur pare se hyshe në Shkodër, thash unë, ku është Shkodra? Po sa hyna ke kjo pjesa këtu, thash, wow, që ka tamam si në Amsterdam, se unë kam qenë para 2-3 muajsh në Amsterdam për një vakancë shumë të shkurtë dhe thash fantastike fare. Dhe çfarë ke përgatitur sot? Sot kam përgatitur disa koktejle nga Aperol Spritz të modifikuar për shembull me birrën tonë shqiptare për vetëm për Shkodran, isha me peshën frujt, me fruta pyllit të kuqe, shumë gjëra interesante. Përsi shqiptarë preferojnë pije alkolike në koktejle apo analkolike? Shqiptarët më thonë të drejtën këtë verë më kanë preferuar më shumë produktin tim. Unë kam qes në tregë një produkt që është Balkani Kogjinë dhe ma kanë pi shumë. Në rrjetet e mia sociale, pari se të boshe këtë torneur me gjithë pjesën e Shqipërisë, kam sponsorizuar produktin tim dhe ma kanë kërkuar dhe ma kanë pëlqyer shumë dhe ishte më vërtet shumë kënaqësi. Dali pak tek rrjetet sociale sepse ti je ndër personat e famshëm edhe në TikTok. Në fakt duhet të di se sa ndihmë janë bërë rrjetet sociale për pasionin tënd. Fjalët të famshëm nuk më pëlqej shumë se për mua është një fjalë shumë e madhe. Po themi kemi disa klikime nga njerëzit që më ndjekin për ditë. Dhe të ndihmon shumë nëse e bë punën 100%. Unë kam akoma nuk e bëj 100% se për mua nuk është asnjëherë maksimali. Maksimali vjen të punosh për ditë akoma më fort dhe të japi një ndihmë shumë të fortë. Se njerëzit që kalojnë këtu na kalojnë për të bërë një fotografi me mua, për të shijuar një koktel nga Jurgeni që shohin në rrjetet sociale dhe është më vërtet kënaqësi shumë e madhe. Tani cilat janë cilësitë që duhet i ketë më patjetër dikush që merret me një pasion të tillë? Do të ketë buzëqeshën, do të jetë për herë, siç i thonë italianët, pozitiv. Do të jetë për herë mirëpritës. Por edhe se unë më të kem problemet e mia, gjithë kush ka problemet e veta, një person që në vjerë ke banake, unë kam qef ta pres me buzëqeshje dhe mirë se erdhe, të shijosh një koktejl nga durët e mia. A ka shpenzime të merresh me një pasion të tillë dhe për sa kohësh pasionin e ke kthyer edhe në punë të mirë fill? Ka shumë shpenzime, se në fillim se të gjitha punët ti do merresh informacione, do bësh kursa të duhur, se nuk mund të hysh kështu edhe më quajt bariste ose bartender se di të bësh një spritz. Jo, do të marrësh shumë informacione, do lexosh shumë libra mas libri për të ardhur një ditë me bë punën tate punë, më vërtet punë. Ndërkohë, për ta mbyllur, ke diçka për i thënë gjithë shkodrarëve me sot dhe përmes televizionit? Po ju tham shumë faleminderit për të gjithë mesazhet që më dërgoni në rrjetet sociale. O Jurgen, kur do vish në Shkodër? Po ja ku jam këtu ke Kultura Bistro, pub vetëm për ju, për të bërë me shijuar një koktejl. Jurgen, faleminderit. Shumë faleminderit juve. Faleminderit, mirupafshim.